Rrshitja e dherrave vijon të mbetet një problem serioz në aksin rrugor Vllahin-Poçem, duke përkeqësuar ndjeshëm situatën në këtë zonë, si pasojë e lëvizjes së tokës, jo vetëm që është dëmtuar rruga, por tashmë rrezikohen dhe tokat bujqësore përreth, si dhe disa prona private përgjatë këtij segmenti. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje emergjente nga institucionet përgjegjëse me qëllim parandalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës. Ky aks rrugor i rikonstruktuar pak kohë më parë, aktualisht paraqet vështirësi të mëdha në qarkullimin e mjeteve. Në disa pjesë të tij janë konstatuar dëmtime të konsiderueshme të asfaltit, si dhe ulje të trupit të rrugës, çka e bën lëvizjen të rrezikshme dhe të ngadaltë. Drejtuesit e mjeteve detyrohen të tregojnë kujdes të shtuar për të shmangur incidente të mundshme. Ndërkohë situata paraqitet problematike edhe në aksin Kuç-Qeparo, ku rrshitjet e dherrave kanë krijuar pengesa në qarkullim. Prej ditës së dieshme ka nisur ndërhyrja për stabilizimin e zonës dhe pastrimin e materialeve të rëna në rrugë, por lëvizja automjeteve vijon të kryhet me vështirësi. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal gjatë kalimit në këto segmente rrugore deri në normalizimin e plotë të situatës.